Djali ma qop. Pufja! Gecko! Let's go! Into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks! Djali ma qok dhe kupola e hënës. Shikoni pak, unë do bëj spërkatësin. Dhe unë do të bëj valën. Shikoni këtu, roboti. A ju kujtoj ndonjë gjë? Unë të dua, Romeo. Prit derisa të gjithë të shohin lëvizjet tona të gare kërcimit nesër. Unë me zi po pres, kam edhe një lëvizje të re të veçantë. Tornadoja rrotulluese. Rrotulluese çfarë? E kam parë në televizor, është e tillë. Kjo është e hatashme. Po si e bëre? Qëndron mbi majat e gishtave, e ngre një rënkëm dhe hap krahun tënd për rrotullim. Rada jote. Ngri një këmbë, hape krahun dhe... Wow! Au. Mjaft, djema, nuk është për të qeshur. Kjo nuk ishte lëvizje e hatashme. Është e hatashme, vetëm se duhet praktik. Kam shumë lëvizje të bukura, nuk më duhet ndonjë e re. Dhe nuk dua të më përqeshin. Krah që fluturojnë, fluturat e hënës. Është një ftesë nga vajza e hënës. Gati për një festë të hënës. Merr një këpucë kërcimi dhe takojmë jashtë shtabit qendror sonte. Ajo na ka ftuar ne në një festë. Kjo është gjë e mirë për të. Mbas është penduar që u soll keqe dhe do që të pajtohemi me të. Do të kënaqeshim pafund në një ballo kërcimi. Praktikojmë dhe lëvizjet tona. Për shembull tornado rrotulluese, Connor. Nuk jam shumë i bindur. Një fest me hënë. Mua po më duket e dyshimt. Por mbase për këtë duhet të shkojmë. Shohim se çfarë po kurdis ajo. Forca ekipi, Jaku po vin. Mersi për të kërcyer sa të dua. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali ma qop. Amaja bëhet Ufe! Herojt me pizame! 1, 2, 3, 4, trokisni kombot në dysheme. Vajza Luna po e fillon tani festën. E po le të shkojmë. Faleminderit për ftesën, vajza Luna. Mirë se erdhët në festë. Prit, altopërlantët e shkollës tonë janë ata? Po, Ke marrë gjërat e kërcimit të shkollës tonë? nuk i mora borxh, i vodha për festën tonë me kërcime. Cila festë do t'ishte e plot? Nuk i flitet kështu mysafirëve. Mysafirët? Jo, mysafirët mund të ikin kur të duan. Por ju, shok, apo do e kuptoni kur të shikoni këta. Çfarë? Jeni të bllokuar. Prishës festash. Nuk mund të shpëtoni nga kupola ime e hënës. Kujtova se doje të pajtoheshim. Jo, ma vjen keq. Oh, dhe kjo kupol ju rrethon anash, sipër dhe poshtë në tokë thellë. Ndërkohë që jeni të bllokuar, nuk do të lë gjë pa marrë nga pista e shkollës. Çfarë? Nuk dua që askush tjetër të bëj qejf në festë. Do të jem vetëm unë te festa ime. Kjo është e pamundur. Nëse ajo e bën këtë vjedhje, gara e kërcimit anullohet. Nuk do i bëjmë dot lëvizjet tona. Është e pabesueshme. Unë doja shumë që të bëja robotin tim. Nuk do të lejojmë që Luna të shkatërrojë argëtimin e të gjithëve. Ne duhet të largohemi që këtu. E zgjidh unë të super muskujt e Geckos. Nuk lëviz as pak. Unë nuk dal dot në fluturim.
Dhe ajo tha që kupola zbret deri poshtë, pra nuk futemi dot në të. Vetëm nëse ti bën një rrotullim shumë të shpejt, ti mund të hapësh një tunel nën kupol. Kjo është ide e shkëlqyer. Është një lloj me lëvizjen e tornados rrotulluese djali Maçok. Besoj se ka një farë ngjashmërie. Vetëm se duhet të praktikohesh. Kësaj here nuk kam për të bërë asnjë gabim. Ishte e sikletshme. Le të mendojmë një ide tjetër. Nuk do të ndodh gjë. Ta tregoj përsëri. Shiko, qëndro mbi majat e gishtave, ngri një rënkëm, tani rrotullo. Por bëje me super shpejtësinë e maces. Në rregull. Qesharak, djali futi së maces. Sa ke që nuk mund t'i tregosh lëvizjet e tua të festa ime. Dhe cila fest do t'ishte e plot? Pak të. Do të ndalojmë ti vajza Luna. Jo, nuk do të më ndaloni të bllokuar aty. Lam të mirë. Kupola e hënës bret me të vërtet në thellësi. Mbase po të bëni ju lëvizjen e tornados rrotulluese? S'do bënte punë. Ti je i vetmi që mund të rrotullohet aq shpejt sa duhet për të hapur tunelin. Jo mund të më ndihmoni në një mënyrë. Në rregull, kur të them tret, sulmojmë së bashku. Do jetë e fortë sa duhet për të gjitha fuqitë tona një herëzi. 1, 2, 3, nisuni! Super muskujt e Gecko. Era e krahëve të bufit. Super kërcimi Maçokut. Nuk jeni gati për fest? Sepse unë jam. Ja adhuroj tullumbacet. Sidomos nëse janë të dikujt tjetër. Provo tornado rrotulluese. E di se do t'ja dalësh. Djali Maçok, ke bërë ndonjë rrotullim së fundmi? Oh, jo, harrova. S'mundesh, por unë mundem. Kjo është e trisht, nuk do të dalim dot kurrë këtu. Jo nëse djali Maçok shpik. Shpik një plan të ri, dhe unë e shpika. Nuk e bëj dot atë lëvizje. Mund të arrij një super shpejtësi. Do vrapoja shpejt brenda kupolës, sa që do ngrihet e gjitha në ajër. Djali Maçok arrin shpejtësi maksimale. Djali Maçok nuk mund të vazhdoj edhe shumë gjallë. Oh, arrite vallë që ta trondisje pak? Tani u ndezën dritat e hënës. Dritat e bukura dhe shëritat e bukur gjithashtu. Gjërat sa vijnë bëhen gjithnjë e më të mira. Për mua, sigurisht. Jo për ju. Djali Maçok, e di që nuk do ta bësh, por... As që bëhet fjalë. Do më përqeshim përsëri. Aha! Kësaj here kam një plan shumë të mirë. Në rregull, skuadra. Do të lëshojmë topa dhe do përdorim katapultën. Me siguri do të depërtojmë përmes kupolës. Lëshoj topat! Katapulta! Festa mbaroi, vajza Luna. Largohu! Largohu! Nuk e besoj dot syve. Ky është një mag. Shiko! Topat e leshit do të shkatërrojnë shtabin qendror. Më vjen keq. Doja që të dilnim jashtë, por vetëm se i bëra gjërat më keq. Tani konkursi i shkollës nuk ka për tu zhvilluar. Ju nuk do të bëni lëvizjet tuaja të bukura. Vetëm një lëvizje e bukur mund të na shpëtojë nga situata. Është lëvizja jote Maçok. Po, e vetmja rrugdalje jona është nga nën toka. Dhe i vetmi që mund të kërmoj aq shpejt sa për të na nxjerrë je ti. E di, duhet ju kisha dëgjuar për lëvizjen e tornados. Kishit të drejtë. E po mirë, çfarë pastaj se unë gatërrova? Unë nuk do t'ju braktis. Është koha të bëj heroin. Forca djali Maçok, rrotullohu. Po rrotullohet vërtet, që t'na bëj të qesh. Ajo ka marrë skenën. Konkursi i kërcimit është vërtet në telash. Kurse unë do ta nxjerr nga telashet. Nuk ka rëndësi sa qesharak dukem. Ajo që duhet të bëni është një shfaqje komedie. Nuk ka problem djali Maçok, kisha nevojë për një banjë. Qesharake ose jo, do ta provoj. Tornado rrotulluese! Të lumt! Ja dole!
shpëtojmë konkursin. Super muskujt e Gekos! Ju prishësit të mërzitshëm të festave, nuk po lini kur të argëtohem. A i di, ti e mban mirë ritmin, vajza Luna. Me të vërtet? Nuk po ma thua sa për ta thënë. E kam seriozisht, na tregoj një lëvizje. Vazhdo trokitjet dhe pastaj bëj një mbyllje me tornado. Oh, po, kjo më pëlqen. Shikoni sa mire bëjnë, djali Macoke ka përveçuar atë rotullim. Le t'i kthejmë të pajisje sërish në shkollë. Vajza Luna përgëtohet kaq shumë, ajo nuk do ta ketë problem. Heronjt me pijame të rrisni të gjithë ura, sepse në mbrëmje ne shpëtuam festën. Je bërë shumë i zote, Konor. Faleminderit. Wow! Wow, sa bukur kërcen. Ma duket se rëshkita. A i dini, këtë do ta quaj lëvizja e famshme me rëshkitje. Rrotullohesh, pengohesh, vazhdo rrotullohesh. A do ta provoj njëri tjetër? Po, le të shkojmë. Gati? Geko dhe guri i fuqisë së madhe. Kung Fu? Po, e gjeta mbi tavolin. Është i mbushur me histori për mjeshtrat e Kung Fu. Shikoni pak librin tim, ai flet për sportistët më të fortë në botë. Wow! Nuk është kjo pjesa më e bukur. Shikoni sa shumë gjëra kanë fituar. Trofe, kupa, medalje. Hey, mbas edhe unë do fitoj një ditë një medalje. Nuk jam e sigurt nëse ka ndonjë për forcën e Gekos. E jani pra, shkojmë të lexojmë në park. As sikur të mund fitoja diçka për të treguar se jam me të vërtetë i fortë. Greg? Çfarë ka ndodhur me ato shtyllat? Janë thyer në mes. Wow, ai që e ka bërë këtë ka qenë vërtet i fortë. Mbase, Geko, por për këtë nuk merr trofe. Është e gabuar të përthyë shtylla. Kush e ka bërë këtë? Shkojmë te baza për të marrë përgjigjet. Forca ekipi, Jaku po vin! Natën për të shpëtuar ditën! Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Geko! Po! Conori bëhet Djali Macok! Amaja bëhet Ufe! Herojt me pijame! Drejt makinës së Gekos! Për mustaqet e Macokëve! Kujdes! Një gur gjigant që endet në përqytet. Ju thash shpejt, ninja përtac. Duhet që të shpërthej një gur. Ninja i natës, pa i çfarë është duke kurdisur. Duhet të thyet. Asgjë nuk mund t'i mbjetoj grushtit tim të madh të 3 fisht. Po praktikon një lëvizje të rek ninja i natës? As që bëhet fjalë. Ju nga trestarët nuk e keni ide se çfarë kam unë këtu, apo jo? Një gur i madh dhe gjigant? Nuk është gur i zakonshëm. Ninjat e vegjël e kanë sjell këtu nga një tempull i lashtë, si për një mali, me mijëra milje larg nga këtej. Është guri i fuqisë së madhe. Guri i gjithë fuqis? Për këtë lexova në librin e Kung Fu. Ekziston një legjend për të.
Brenda ti është fshehur një medalion I çmuar. Ky për shembull Ajo ngjan me një medalje. është një medalion, jo një medalje. Vetëm heroi më I madh mund ta çaj këtë gurin këtu edhe ta marr. Edhe heroi më I fortë jam unë, kuptohet. Heroi më I fort, por ti nuk je as pak hero. Prit sa ta shohësh atë medalionin rreth qafës sime. Të shohim a do të tallesh me këtë. Një medalion për një person super të fort, ë? Po ta kisha unë, të gjithë do e kuptonin se unë jam më I forti. Geko, çfarë do të thuash me këtë? Sikur të shpërthej unë gurin, atëherë Ninja nuk do e marrë medalionin, do ta marr unë, do ta vë, do jem fiksi atletët në librin tim. Përdorni mësimet e kung fus, ninjat e vegjël. Duhet të godisni më fort. Ja kështu. Ja. Oh, Nuk je I fort sa duhet Ninja I natës, për vë pas se unë jam. Geko, ndalo! Por po e çava gurin dhe marr medalionin, Ninja nuk do vazhdoj të përpiqet për të shkatëruar gjëra më tepër. Ndërro me syt hapur zhapik I vogël. Ninjat e vegjël, largojen e atë gurin. Ashtu, vazhdoni, me siguri do të kriset. Nëse vazhdon të rrotulloj gurin, do shkatërroj të gjithë qytetin. Na duhet ta ndalojmë atë. Si doni, unë duhet të thyej atë gur. Nuk është nevoja ta çajmë atë gur, Geko. Mjafton që ta ndalojmë. Por medalioni do provonte që jam I fort. Do ta varja në një mur. Ti je super I fort. Prandaj nëse godet murin, me siguri do ta ngresh në ajër. Le të provojmë diçka tjetër. Unë do të vrapoj për çark ninjës së natës dhe ninjalinove. Po, unë do të sjell Gekon që ai Të çaj gurin? Jo, ta çoj te baza. Në rregull. Të nisemi. Super shpejtësia Machokus. E mora, tani do ta çoj tek shtapi qendror. Një përpjekje e vetme nuk bën keq. Super muskujt e Gekos. Ups, Geko. Ai prishi planin tuaj dhe këmbët e ti të vogla prej zhapiku nuk I bën asgjë. Tani shini mjeshtrin ninja të përdor gjithë fuqinë e ti. Ja kështu. Goditja dhe shpërtimi ninja. Këndi lojrave. O jo. Era e krave të fundit. Kape Geko. Punë e bukur, Geko. Faleminderit, përse të mos e provoj edhe një herë të vetme. Ha? Por Do të bëj shumë kujdes, di se si ta marr atë medalje. Sidomos me super grushtin e tretisht të Gekos. Ai zhapiku s'ka fuqi të grushtoj. Ashtu, do ta godas herën tjetër, do ta shikosh. Mësymja e betejës së ninjave. 1, 2, 3. Çfarë? Shiko që jam I fort sa duhet, Gekoja shkatruesi gurit. Prap nuk e theva gurin. Edhe një herë. Vjen një pikur kjo s'ka kuptim. do të thuash që nuk ishte kur ninja I natës bëri goditjen e tij duke hedhur nga llampa e natës? E gjeta. Pa si pra, do ta shohësh. Edhe sikur të duhet ta përplas pas godinës më të fortë në qytet. E dini se cila është ajo? Është baza jon. Po sikur të prishet. Vetëm një lëvizje e bukur mund të na shpëtojë nga situata. Këtë s'duhet ta bësh ninja I natës. Kujtova se do të më kuptoje këm zhapik. Edhe ti e mundua që ta prishësh këtë gur. Kërceni! Gjë pa besueshme. Nuk mund të lejoj të ndodh kjo gjë. Oh jo! Oh! Oh! Tani po vjen drejt nesh. E ju, po ç'mërrini aty kot me syt hapur? Fiu. Sa e frikshme ishte, shpëtova për një fije. Ninja ka dal jashtë kontrollit. Dhe gjithë kjo për fajin tim.
Super muskujt e Gekos! Më falni shok, duhet të kisha futur gurin në shtap siç më thatë, por nuk e bëra dhe guri për pak ju vuri për fund. Nuk ka problem. Shpëtuam dhe baza u rregullua. Për ju ishit në rrezik, të gjithë janë në rrezik për sa kohë guri të jetë këtu afër. Mbase këtu ke të drejtë. Përgatituni për goditje dhe mahnitje. Nëse përdorim këtë, guri do të godas akoma më fort. Nuk ka më. Është koha të bëjmë heroin. Ai guri na ka hapur mjaftueshëm të lashe. Mua nuk më ndalon dot, djali Zhapik. Ai medalion do të bëhet i imi se s'bën. Geko, jo, bravo! Guri do të ikë që këtu. Super muskujt e Geko! Wow, kjo ishte një lëvizje vërtet shumë e fortë. Po, nuk e mora vesh se çfarë ndodhi. Pa pritur u bëra më i fortë se kurrë. Ndodhi nga që doja të na shpëtoja nga rreziku, Geko. Dhe ti nxorre nga vetja super forcën tënde. Keni të drejtë. Ma kthej këtu medalionin, është i imi. Nuk mund të jetë i yti ninja i natës. Po unë e qava gurin, e përplasa pas shtabit tuaj. Ti e hodhe atë, por Geko ishte ai që e theu, me super forcën e tij. Por kjo nuk ka kuptim fare. Si mund të jetë një Zhapik më i fortë se unë? Ndodh sepse ti merr forcë të vërtet dhe kujdesesh për miqtë e tu. Çfarë ka të bukur këtu? Mirë, ju maskat e vogla mund ta mbani atë, por unë do të kthehem atëherë kur të mos më prisni fare. Unë do t'ju kthej në tempullin e lashtë malor për t'u trajnuar më shumë ninja të vegjël. Ti e meriton me të vërtet medalionin, Geko. Faleminderit, por vjen nga një vend i largët edhe ka një legjend për të. Për çfarë më duhet medalja gjithsesi? Unë do t'ja dorëzoj muzeut që të gjithë ta shikojnë atë. Bukur. Dhe mbase ka dhe një mënyrë tjetër për ta treguar forcën tënde para se të mbarojmë. Heronjt me pijame të rrisni të gjithë ura, Sepse gjatë natës ne shpëtuam të gjithë. E mrekullueshme. Oh, sa e bukur që Çdo që e ka thyer atë gur duhet të jetë shumë i fortë. Kush është vallë? Kjo mbetet mister.